Për delegacionin ton ishte një nder i madh takimi me shokun Ajdit, kryetari i Partisë Komuniste Indoneziane, militant i shqur i lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Shoku Ajdit përshëndeti sportistët tanë në emër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste, të popullit, të gjithë komunistëve indonezian dhe i uroi për sukseset arritura në lojrat e Ganefos. Ai foli me respekt për Partinë e Punës së Shqipërisë dhe udhëheqësin e Partisë të Popullit ton, shokun Enver Hoxha. Kryetari i delegacionit shoku Vasil Konomi falenderon shokun Ajdit, kryetari i Partisë Komuniste Indoneziane, për këtë pritet për zemër dhe i dorëzon disa dhurata simbolike. Dhuratat e shokujt Ajdit janë shenjë dashurisë së Partisë Komuniste Indoneziane, e cila çmon lart Partinë e Punës së Shqipërisë dhe luftën e saj për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit. Takimi me shokun Ajdit dhe anëtarët e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Indonezisë u kthye në një manifestim të zjarrt miqësie. Partia Komuniste Indoneziane dhe populli indonezian gjithnjë do të jenë bashkë me Partinë e Punës dhe popullin shqiptar në luftë kundër imperializmit dhe revizionizmit modern. Mirupafshim të dashur shok.